Plot 16 vite që nuk e dim fatin e saj, nëna e Bleona Matës me lot në sy. Nuk është arrestuar askush. Çfarë po bën shteti? Për mediat, bukurie Mata, nëna e Bleona Matës është shprehur se shteti ende nuk ka bërë asnjë përpjekje për të gjetur Nuk ka bërë përpjekjet e duhura për të gjetur vajzën e saj, duke u shprehur e bindur se Bleona është ende gjallë. E pres me padurim, e presun, e pret vëllai, e pret familja, është një fëmijë që duhet të gëzojë jetën. Nuk e kuptoj dot se pse ne si shtet po e zgjerojmë krimin. Kemi 16 vite që nuk dim për fatin e Bleonës, nuk po ja shoh fytyrën, nuk po ja dëgjoj zërin. Është një plagë që nuk ka shërim. Shteti është vonuar, 5 vajzat që e morën Viera, që ishte mbrapa 5 vajzave. Çfarë pret nga ky shtet? Kriminalët i kanë parasyve. 5 vajzat po jetojnë jetën, nuk ka marrë asnjë në paraburgim. Ai fëmijë do rritet. Ku ka gjë më të shtrenjtë se familja? Çfarë po bën shteti? Ata thonë se në mal mund ta kenë ngrënë kafshët e egra, nuk ka shanse. Ku është sot fati Bleonës? Ku troket fati i saj? Ku është drejtësia? Bleona jeton diku, nuk do të bëj diçka më tepër se sa derisa të bie në gjurmët e saj, u shprehur nëna e saj.